Jemi në këtë pjesë të këtij emisioni sonte dhe I kam thirrë një dy burra që kështu kur I sheh këta dy burra, kudo që I shet del një farë histori, një farë arkive e madhe edhe e lavdishme edhe e dhimbshme e këtij vendi. Sonte me neve Nusret Pllona edhe Sashola. E thash dy burra që kur I sheh për më janë arkiv në veti edhe muj me thonë që këta janë një farë lloj instituti I pavarur I shqiptarëve për dëbomat e luftës në Kosovë. Mbas pari po do më përgëzu në emër të këtij shikuesve, në emër të këtij shqiptarëve që po bënin një punë palazhme edhe nuk keni të u dorëzu. Edhe di që na nuk jem të ju dal hagësh na si shoqni, po besoj që kanë marrë ndoshta breza të ri e që kanë mu përkur para punës që jeni të boju dy. Mirë se la erë sonë në këtë emision. A keni me në munal, mas pari? A hisë që keni me në munal? Pa I shpëtim kjo puna e jonë është pa modesti mision. Dhe më hanë, ja kemi shtru vetës një detyrë të rëndë, të vështirë, të dhemshme, por pa dyshim krenare edhe për ne edhe për popullin tonë të shëvujtur, sepse gjithmonë na kanë munguar kujtesa historike, domethënë e arkivuar, e dokumentuar në materiale sensitive, në filma, në fotografi, në libra, në ekspozita, etj. Gjithmonë I kemi pas mangut dhe prandaj unë edhe soti besoj që jemi në një rrugë të drejtë dhe të mbarë që t'u lam gjeneratave të reja dhe brezëve që do të vinë, materiale shumë interesante, filma dokumentare, emisione dokumentare, libra, arkiva, ekspozita, që flasin më shumë se fjalët tona. Vërtet, çush janë nis, prej ka ideja më janë nis ju? A nuk pat diçka të institucioneve tona që do të bëjmë me këtë punë dhe mandej kalot ju më morë si sektor privat I një institutit të luftës. Më thonë kështu ndoshta pak më të përshtatshëm se jam. Çush janë nis, pse dosh më janë nis ju dy? Tu kanë më janë nis, çush do rani dikush që merret në institucionet të vendit tonë ose të vendeve të tjera me punë të tilla. Sa pse ideja, ka janë nisë I pari, që shke cili materiali pari të rëndorë ty? Po, profa dhe më hajë, kë ka bagazh pak më të madh, sepse ka qenë edhe I burgosën politik para luftës. Gjatë luftës ju ka bashkangjitur tu shikës. Dhe pas përfundimit të luftës, fati jam I madh ka qenë që mu taku me këtë njerëzën. Bostat, na gjatë luftës se kanë nxjoftë për mes zonës tina që kanë lojnë me Radës Kosovës Lirë, zonët tina na ka motivu, sepse na kanë qenë edhe ofer bunkjet Kosovës Lirë, ofer dikon 1 kilometër ose 1 kilometër e gjys, ku kanë qenë vendosën atë pjesë në tenda. Dhe pas përfundimit të luftës, ke fati jam I madh që jam taku me to edhe kun fillu, do me thonë mi bashkangjit punës tina. Edhe më ka motivu çdo herë, unë normal kom qenë vajri në atë ku, edhe jam marrë tani edhe ma shumë me teren. Ky kanë njoft njerëzit cilët kanë bojnë qizime, cilët kanë material, po është edhe ne kun fillu tani edhe ne mi njoft ata njerëz që kanë bojnë qizime, u ta këshën në për dorsma ndryshme, në për tobime ndryshme, nike njëri fjoll, kush ka qenë kamerman I luftës, kush ka qenë fotograf edhe kom qenë interesun edhe mu, edhe ma shumë më ka motivu edhe normal kontributi I familjes para luftës, gjatë luftës edhe prej pas përfundimit luftës tregova më herë që jam taku me profin edhe më ka motivu me punu në këtë drejtim, edhe sot jena prap bashk, kena bo një bagazh bukur të madh, edhe në tarmen prap do jem bashk edhe do të punojna pa interes në shërbim 80 duke u mundu mundësi tona sa dhe pak mja tregu botës edhe Evropës edhe poplit tonë që ka ndodhur me poplin shqiptar. A ka qitë material shteti jo në stret? Ose a është interesu në herë për këtë material? Me thonë ma drejt për drejt, kështu? Jo në mënyrë direkte, jo, po tash prej se është legjitimu, është miratu ligji për funksionimin e institutit për krimet e luftës në Kosovë, ka pas interesime më të mëdha rreth takimeve tona direkte lidhur me mundësinë e digitalizimit të këtyre materialeve sensitive, tepër të ndihshme, por siç e meritojnë
Nusret Plana dhe Sat Shala për fatkeq deri më sot nuk ka pas ndonjë interesim shumë të veçantë, sepse siç e thatë edhe ju pa modesti, çdo shtet tjetër në botë me pas çiftin e Sat Shalës, edhe të Nusret Planës, do të trajtohej krejt më ndryshe, do të trajtohej institucionalisht. Dhe prandaj është rast pa modesti, po e them unikat në historinë botërore, që një Sat Shal i cili në përfundimin e luftës gjenocidale në Kosovë, qershorin 1999, nuk i ka pas më shumë se 12 vjet. Dhe çdo shtet në botë demokratik me pas një Sat Shal, një fëmijë 12 vjeçar, i cili punon pa rreshtur, pa ndërprer, 25 vite, hiç kur pa pushu 90 ditë, dhe nuk përkrahet në asnjë rast nga shteti i tij për të punuar për shtetin, për të arkivuar, dokumentuar dhe digitalizuar shtetit të tij të shëmbuar dhe të përgjakur, sidomos luftën gjenocidale të fund shekullit 20, përkatësisht viteve 1998-99, që Esati bashkë me mua aq shumë ka bërë punë në terren dhe vazhdojmë të bëjmë, por te Esati megjithatë po ndalim pak sepse ky është tepër modest dhe nuk flet shumë për veten e tij, dhe me pas çdo shtet tjetër në botë një Sat Shal, i cili në moshën 12 vjeçare ka filluar të interesohet për historinë e përgjithshme të popullit vet, dhe të mos ndalet kurrë, me gjithë vështirësitë tepër të mëdha të natyrës materiale, financiare, buxhetare, etj. Dhe morale në çdo aspekt, sepse ka pas shumë raste që është fyë, është ofenduar, sepse janë habit njerëzit, janë çudit njerëzit kur kë ka këmbgul me u kërkuar një arkiv, një material, një kaset, kur ka dëgjuar që e ka filani dhe fisteku një material të ndihshëm për këtë krim, për këtë masakër, edhe nuk e kanë llogarit fort serioze punën e tij, mirë, po ky me seriozitetin e tij, me përkushtimin e tij, me një disiplinë tipike ushtarake, 25 vjet rresht, ky sigurisht që në çdo shtet tjetër në Evropë dhe në botë do të trajtohej në mënyrë shumë të veçantë dhe do t'i jepej publikisht në mirënjohje shtetërore, për të mos thënë do t'i ngritej një përmendore për së gjalli, sepse e meriton, dorën zemër e meriton, e kam thënë edhe disa herë më parë. Si është e mundur me gjetë gjithë këtë forcë morale, ky njeri me punu për shtetin e vet, kaq shumë, me sakrifiku edhe familjen, edhe gjithçka tjetër, me sakrifiku edhe vetveten, sepse është sinqerisht sui generis në historinë botërore. Si është e mundur me shpëtu pa u çmen ky njeri, duke i pas në duar para syve të tij këto materiale që nuk dojnë koment shumë, aq të rënda ato krime, ato masakra, ato barbari, ato mizori të ushtrisë dhe të policisë barbare serbe, saqë sinqerisht veç me i shfletu dikush nuk vjen veti 2-3 javë apo 2-3 muaj. E tash me i bo analiza shkencore, laboratorike, këtij djaloshi 12 vjeçar, i cili sot është 37, Esati 37, babai 2 fëmijëve, i 2 djemve të mrekullueshëm, edhe është i një familje genetikisht patriotike, nëna Nazë është nën heroin e gjallë e Esatit, edhe bacia herë është një heroj gjallë, sepse nga kjo shtëpi kanë dalë shumë luftëtarë dhe luftëtare, dhe thjesht kanë dhënë gjak. Është i madhi Hafir Shala, doktori UÇK-s, një figurë emblematike e ushtrisë lindare të Kosovës, e cili edhe sot e kësaj dite është i zhdukur, i pagjetur, është Shahid Shala, dëshmor i kombit, familjari tyre etj. Me një fjalë, asgjë nuk është e rastit pse ka ndodhur kjo mrekulli, po them lirisht atë mrekulli që një fëmijë 12 vjeçar me fillu me të arkivu historinë më të dhimbshme, përderisa institucionet tona kompetente flajnë që 26 vite për të mos thënë kanë rënë gjumë komplet, kanë rënë kod. Pse? Sepse duke filluar prej akademisë së shkencave dhe arteve të Kosovës, se po më vjen keq, po duhet ta themi të vërtetën, e vërteta dhem gjithë. E thoshte i madhe Adem Demashi, ndash me nis luftën me dikon, veç tregohet vërtetën. Kështu që unë po pretendoj që po ja them të vërtetën, sepse unë edhe Esati asnjëherë s'kemi pas pretendime për të bërë pjesë e një partije politike, ose thjesht me pas
kërkesa individuale, personale, private, me kapitalizu punën dhe mundin tonë në baza personale dhe familjare, në asnjë mënyrë kurrë në kurrë, se kemi pas, as se kemi sot e kësaj dite, por sinqerisht ndihemi keq kur e shohim që për 26 vite me radhë në këtë version tjetër New Del, rrëfimet tona, intervistat tona, gjithë kjo punë jone gjigante, që dorën zemër është një fond i pa llogaritshëm, s'ka çmim, kjo puna jon, edhe ka arrit deri në institucionet më të larta të drejtësisë ndërkombëtare. Domethënë edhe sot edhe unë kemi dorëzuar materiale edhe në tribunalin e të ashtu quajtur të drejtësisë ndërkombëtare, sepse aty veç drejtësi nuk ka, sepse tash po në dhomën e ashtu quajtur të specializuar dhe më të specializuar të tribunalit të drejtësisë ndërkombëtare dhe më tutje. A ka kërku mbrojtja a prokuroria? Në fakt e kanë kërkuar edhe mbrojtja, jo prokuroria, edhe mbrojtja. Megjithse unë vitin 2002 e kam pas dorëzuar, domethënë rrafsh para 23 vitesh, e kam dorëzuar librin tim në 4 gjuhë, shqip, anglisht, gjermanisht, francisht. Në fakt, profesor Dr. Emin Kabashi, redaktori i librit tim, e ka dërguar përfaqësuese speciale të ish kryeprokurores së Tribunalit të Hagës, Karla Del Pontes, me dorë vetë ka dhënë edhe ka me nënshkrim që e ka marrë ajo, edhe e ka deponuar në Tribunalin e Hagës në vitin 2002. Dhe kurrës nuk është bërë publike. Kjo informat, ky lajm. Megjithse profesori ka qenë dëshmitar përballë satrapit Ballkanit kryekriminalit Milošević, profesor Dr. Emin Kabashi, i cili është një heroj gjallë sepse ka punuar shumë dhe vazhdon të punojë edhe në këtë moshë të tij të shtyrë. Dhe po du të them, është interesant qysh nuk i bani për shtypje. Në krejt trojet tona arbërore, një djalosh 12 vjeçar, një skenarist, një regjisori që punon 25 vite rresht, nuk ndalet kurrë, nuk i njihet zoni kurrë, pa kurfar përkrahje, s'paku 3 filma dokumentarë është dashur m'ia bë këtij burri, i cili është hero përmendore e gjallë. Apo na tregon se ky nuk na tregon zakonisht. Ky se kur e pyesim ky është e thellë vetë shumë modest. Që shtëpia del financiarisht ky. Domethënë se unë e di që ky udhton kanë herë me autobus, kanë herë kom, kanë herë me tren, kanë herë me një kerr vogël që ka vetë që kanë herë mbet pa naftë. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Unë e di se burim sigurt kështu. Që shtëpia del ky me humor, domethënë 24 orë në shërbim të gjenocidit serb në Kosovë, me arkivu gjitha masakrat, krimat, atë të merë që është bërë në Kosovë, ky e vërtet. Halo, domethënë është shumë modest edhe qysh i padorzuar. Qysh pembulon prej mujt në muj. Është histori e dhëmshme kjo. Sinqerisht se kam thënë kurrë sepse që për herë të parë po rastisht të jemi bashkë, sepse kemi dhënë shumë intervista në kështu ndarës në mënyrë individuale, po faleminderit që na ke bërë bashkë. Na ke bërë bashkë se më sen asnjëherë dhe prandaj e di që populli i jonë ka një respekt shumë të veçantë ndaj punës time dhe të Satit, edhe komentet e vlerësimet nuk ndalen, janë me mija, qindra mija, dhe prandaj ne, mua dhe Sati na mban vullneti i përkrahjes moralit popullit tonë, na mbajnë edhe ndihmat dhe përkrahjet të herë pas hershme të mërgatës shqiptare. Jo rrallë herë të them të drejten, sepse e Sati nuk ankohet. Kur unë sa herë që dal jashtë, se dal gati çdo 2-3 javë, nuk ka 2 javë, 3 javë që s'dal me bë promovimet veprave të mia publicistike dhe dokumentare, librave, filmave tjerë, nuk ndodh me u kthy në dheun tim të dashur në Kosovën ndërdane, për mos me e përmend në Satin, sepse mëdhimet në shpirt, punën që e bën ky, s'paku li tha di popull përmes ndonjë interviste të mundshme që ashtu në për bashkëbesedimet tona, që është gati shembull i pa shembull në historinë evropiane dhe botërore, si është e mundur mos më ndalë një njeri i cili kurrë në kurrës nuk ka pas asnjë ndihmë financiare nga shteti i vet. Dhe prandaj domosdoshmërisht duhet në këto raste ta falenderoj mërgatin tonë shqiptare, mërgatin tonë veçanti, e në rastin konkret ndjem obligim moral ta falenderoj një veprimtar shumë të dalluar çështjes kombëtare, afaristin e suksesshëm Ug Blakaj, i cili hiç më pak se një vit rresht ja ka qitë në konto ka 500 euro e Satit, e Sati ju ka falenderuar edhe publikisht, por edhe një mërgjimtar tjetër, një afarist shumë i suksesshëm nga Ishtogu, Bardhyl Saliaj, i cili që sa kohë ja qitë në konto ka një shumë modeste që mundohet thjesht me i ndihmue dhe që meriton një falenderim shumë të veçantë.
e tjerë. Diku do të me shku në njëset kështu individualisht të një mu çështjeve të ndryshme këtë vend. Na kemi shtet tash, i cili ka i buxhet tash, edhe pse na se kemi një linjë caktuar për njerëzit që merren me këto punë tash 25 vjeç është. 25 ditë mua morë me shumë punë. vërtet. Është dashur. Lemo 25 vjet. Është dashur. Ju dy rrugë s'merrni për këtë punë që e bëni. Jo, absolutisht. Nuk paguhen. Jo, bile. Sponsor nuk keni. Ju jeni dy burra që punoni individualisht dhe e bëni këtë punë që për zotin e madh shumë parë me i morë në kompenzim. Është e vështirë morë me këtë punë, se është punë kemi pa masakra kemi pa. Domethënë normalisht është dhimbje e madhe dhe aja të kthehet në krenari. Por është 25 vjet janë shumë. Ka shpenzime në digitalizim, ka shumë. Po që s'ka shpenzime. Se thotë era kushton 1 orë me këthy për kasetës në format digital. Hard disk. Plus shriti është o kol. Këputë të troka ka mundësi i thotë pas më të herë 20 herë, drejt sot e digitalizën, dhe morë me sil kasetën, me kop shiritin, prap me vazhdu. Sa orë materiali keni për momentin që ju jeni tu marë me to? Sa ka? Në kanë dërzu shumë, tash dikon ofër 15.000 ose më shumë janë orë. 15.000 orë. Materialet e masakrave, Po një gjenocidit. pjesë e monë është e pa digitalizune. Hala, dhe më thonë nuk është... Janë shiret. A janë të urujt mirë, a jeni të urujt mirë se këtu janë edhe të ndishme edhe është... Ka venet caktume ku mund më rujt këtë material, ka mundësi me metna pa këtë material? Është definitivisht e pafalshme që të mos ketë kujdesje institucionale gjithë ky materiali cili vetëm gjysma apo veç 1/3 e këtij materiali të bëhej publike në instancat më të larta të drejtësisë ndërkombëtare, sigurisht që në asnjë mënyrë nuk do të shpëtonte Serbia pushtuese pa u dënuar për gjenocid mbi shqiptarët, sepse vetëm për vrasjen e fëmijëve sa kemi grumbullu materiale unë edhe Sati, që botërisht dihen ato materiale dhe që i kemi shpërnda dhe promovu anë kënd botës deri në Amerikën Mike dhe Australinë e largët, vetëm për vrasjen e 1432 fëmijëve. Sa janë se të pyet kesh, sa janë saktë, se kanë herë na po e gabojmë numrin e fëmijëve të vrarë në lugë. Domethënë, shpesh e kemi parë në për të glata është një numër tjetër, mandej ju po thoni një numër tjetër të fëmijëve. Sa janë saktë ministret? Shpëtim jo rrallë herë janë bërë gabime. Kushtimisht po them gabime, se njeriu një herë, 2 herë mund me gabua. Por ti kur e përsërit shumë herë gabimin, ai është qëllim. Dhe po them jo rrallë herë janë bërë gabime të qëllimshme, sepse mos kujdesi është edhe gabim i qëllimshëm, edhe që krejt lider dhe liderit tona, pas një përjashtim deri më sot, asnjëri prej tyre nuk e ka marrë guximin ta thotë numrin e vërtet ta bëj publik që gjatë luftës së fundit në Kosovë janë vrarë hiç më pak se 1392 fëmijë në luftën e fundit për 1392. Ky është numri sakt. 1998, 1999, 1392 fëmijë. Numri sakt sepse i kemi në librin tim dhe të Hanëmsha Elazit që kemi punu shumë. Dhe me fotografi, me fakte, me dëshmi janë edhe anglisht edhe shqip edhe në gjuhë botërore. Edhe në periudhën e vitit 1987 janë vrarë 40 fëmijë. Prej Ylfete Humallës, Shukria Bërtincës e tjerë, domethënë edhe 40 janë me data, me shifrat sakta. Që për fat, ma në fund, i ka ranë me ndikujt, edhe publikisht po e them, faleminderit shumë të madhe Shkurt e Feza dhe vajzës së saj Besjanës, që një muaj më parë, përkatësisht për 17 Shkurtin, ditën e pavarësisë së Republikës Kosovës, ja u ka dedikuar një këngë me titull 1432 Engjëj, me poezinë e të madhit poetit Faruk Tashalli. Dhe që është materializuar edhe në këngë, domethënë me u bë me dije shqiptarëve që nuk janë 1933, siç e thoni 25 vite rresht, duke u thirrë në referencat e fondit humanitar të Beogradit, për fatkeq sepse fondi humanitar i Beogradit, përkatësisht Natasha Kandiç, ka pasur publikisht para gati 20 viteve që në Kosovë janë vrarë 1133 fëmijë. Edhe ajo ka marrë ka marrë një deklaratë e saj, por unë dihet botërisht që unë kam dalë në terren dhe kam shkuar shtëpi për shtëpi, edhe me Satin edhe me plot të tjerë, ka më shumë se 200 bashkëpunëtor, sepse asgjë deri më sot nuk kam bërë vetëm. Asona se Sati, punë vetëm nuk kanë ku me ditë sa çmim edhe vlerë të madhe, saq është puna ekipore, se tani shqiptar gjithmonë ka mungu puna ekipore, fryma kolektive gjithmonë na ka mungu. Dhe prandaj nëse shquhemi për diçka më shumë unë edhe Sati, nëse kemi një veçori, një specifik
më të madhe se të tjerë në aspektin e një pune edhe të një kujdesit, të një disipline ekipore, atëherë shquhemi për këtë lloj bashkëpunimi me shumë bashkëpunëtor, me historian, me gazetar, me reporter të luftës, me kriminolog, me viktimolog, me defektolog, me psikolog, me avokat, me prokuror, domethënë kemi qindra bashkëpunëtorë ne që punojmë dhe bashkëpunojmë me ta rregullisht. Dhe prandaj po them më mirë vonë se hiç, duhet të zgjohet nga gjumi ky shtet dhe çdo pushtet që vjen me udhëheq Kosovën tonë të përgjaku kurdardane, duhet me i vlerësu njerëzit që kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë kaq shumë, sepse ne jemi të përkohshëm. Dhe prandaj çkado që të lëm pas është gjurma më e ndihshme, më e dhimbshme, por më krenare e historisë sonë të fundit, e cila ka rezultu me vrasjen e 1430 fëmijëve, me vrasjen e më shumë se 3-14.000 civilëve, me dhunimin e më shumë se 20.000 nanëve dhe motrave vajzave tona shqiptare, me dëbimin biblik të miliona shqiptarëve nga trojtë e tyre stërgjyshore, dhe prandaj duke pas parasysh këto fakte. Unë dhe Sati nuk rreshtim së punuari 90 ditë, sepse kemi vrejt, unë edhe ky edhe bashkëpunëtorët tanë, që shqiptarët përkundër shumë të mirave, kam thënë shumë herë, kam thënë shumë herë dhe vazhdoj ta përsëris edhe me shpresën që nuk do të bëhem monoton bajat, e kam thënë që shqiptarët i kanë 3 defekte shumë të mëdha për fat keq. Harresën, domethënë kujtesën e shkurtër, bajraktarizmin dhe servilizmin ndaj të huajve. Dhe këto fenomene të shëmtuara po na dëmtojnë aq shumë, nderuar shpëtim, saqë merrem tash me men, gjithë këto vrasje, gjithë ky dhunim, gjithë ky gjyq, lume gjako të derdhur. Në vazhdimsi shqiptarët e ushqejnë me duart e veta, me gjakun e fëmijëve të tyre, me djersën, me mundin, me punën e vet, Serbinë poshtuese. Në vazhdimsi, ti e di fort mirë, sot kur po flasim, për fat mirë që tu i kemi prodhimet vendore, ndërkaq prodhimet e Serbisë poshtuese, që janë krejt kontaminuara, krejt janë helme kancerogjene, aty botërisht kështu dihet, sepse janë linja të veçanta që janë dedikuar vetëm për shqiptarët. Kjo është botërisht e dishme. Për Kosovën dhe për Shqipërinë londineze, ato prodhime shkojnë enkas për shqiptarët, me i mbyt shqiptarët kadaldale. Domethënë ju qesin helme, pas një dyshim, edhe ato helme vazhdojnë 3, 4, 5 deri në 10 vjet dhe këshyri rezultatet. Për çdo ditë i ki shqiptarët, gati çdo i dyti vdes prej kanceri. E ki klinikën e onkologjisë në Prishtinë, ndajnë tavan të mushur me pacientët, shqiptarë që kur kushtem diskutimi në për treza, në për debate, as analistët tanë, as opinionistët tanë, kur nuk e ngrejnë këtë shqetësim, pse shqiptarët vdesin çdo ditë prej kancerit, dhe si është mundur të jenë kaq gjakftocë, edhe pushtetarët tanë, edhe populli, që kanë erë prej zemrës plast, thamë o Zot, si është mundur të jemi kaq vetvrasës, kaq trush për larë. Me thonë faleminderit armikut që të ka vra 200 vjet, me ushqyme duart tona armikun edhe me bo faktorin numër 1 ushtarak dhe ekonomik në Ballkan. E në anën tjetër, luft ka bo Amerika edhe pas luftës, çlirimtare në Kosovë, luft po bën ekonomike, morale, njerëzore, demokratike, humane, po bën luft me njerëzu shqiptarët, me ngrit shqiptarët në një shtet të mirëfillt demokratik, dhe tjetë i barabartë me shtetet e Evropës, por jo, me çdo kusht, Amerika tenton me të bua shtet numër 1 në Ballkan dhe në Evropë, për mos me thonë Izrael Ballkanit, ti që është e bën Izrael Ballkanit Serbinë që të ka pushtu, të ka vrar, të ka përgjak 200 vjet. Dhe prandaj kjo është e dhimbshme, nderuari shpëtim, që unë dhe Sati nuk po ndalemi, sepse po i vrejmë, po i prekim, po i përjetojmë këto dhimbje të mëdha që janë definitivisht pafalshme, sepse armiku është armik. Në çdo moment kur t'i vjen mundësia, edhe një armik barbar, një armik mizor, i cili nuk njeh gjuhë tjetër, edhe është vërtetuar me shekuj, vetëm gjuhën e forcës. Një armik i cili i ka vrarë dhe fëmijët e vet. E dini rastin Ponda në Pej, veç me ulan fajin luftarëve të lirisë, përkatësisht ushtrisë rinjtare të Kosovës, me kompromitu me një lloj luftën më të pastër në botë, i cili vret fëmijët e vet. Edhe një armik i cili botërisht e thot,
publicista, historian tyre, ish kryeministra, kryetar shteteve të Serbisë, shtetit të Serbisë, e kanë thonë botërisht që Vasa Čobrilović, krye kriminali i Akademisë Shkencave të Serbisë, thotë ekzistenca e kombit serb varet nga mos ekzistenca e kombit shqiptar. Deri në çat shkallë kam rri niveli i urrejtjes patologjike të pushteteve të vazhdueshme, të regjimeve të vazhdueshme barbare serbe mbi shqiptarë. Dhe duke i pas krejt në duar këto materialet freskëta, sepse ne na kanë munguar gjithë dhe ju ti e din fort mirë që ne jemi ushqyer me do ligjërate, me do diskutime, komente të baballarëve tanë, të gjyshërve tanë, një fjalë e përdorshin shpesh, ti se din qa serbi, ti se din qa serbi, se vërtet se dishëm se s'kishin arrit me arkivu kur atë historitë përgjakshme. Pse? Sepse kanë qenë njerëz të pa shkollë, të parësimur, jenë vra, jenë djeg, jenë përvlu edhe prej 145.000 km2 të tokave tona arbrore, jemi të kur në 40.000 km bashkë me Shqipërinë londineze, të ik, të përgjak, të na vra, të na pushtu, të na izvoglu tokat dhe sot, unë edhe sati për ditë, natë edhe ditë, në për rrjetet sociale, në për televizione, kudo që na jepet mundësia, ja u tregojmë me fakte, me dëshmi, këto krime, këto barbari, këto mizori dhe ju themi më të madhe mos harroni shqiptarë të dashur, sepse ata që harrojnë historinë e tyre të përgjakshme, historia është e pamëshirshme, ju përsëritet. Dhe prandaj, po e them edhe këtu botërisht, nëse veç edhe një herë na ndodh çashtu diçka që me harru krejt, çka u bë deri tash, ka më në harru edhe Zoti. Pse? Sepse kemi dëshmuar deri tash, gati që dyshekuj që me gjithë këto përjetime, me gjithë këto dhimbje të mëdha, të pa rezistueshme, sepse edhe sot i kemi të hapura plot e zhdukjes më shumë se 1670 shqiptarëve që 25-60 vite, ne nëse i harrojmë edhe këto, unë po them botërisht që na harron Zoti edhe na harron edhe Amerika, miku më i madh i cili na ka shpëtuar nga shfarosje kolektive dhe prandaj nuk guxojmë në asnjë mënyrë. Prandaj janë të mirë së ardhura këto intervista, kanë herë po them po bëhet tepër që unë sot po flasim për këtë temë, po më mirë me fol më shpesh, po edhe bashkë ashtu, dhe prandaj më mirë është me fol dhe mos më në përsërit më, sepse nëse edhe një herë na ndodh me na nxon të papërgatitur armiku, i cili dihet botërisht Shadi ka dikon 56 baza ushtarake rreth Kosovës, që veç e këshyr e pret momentin, edhe që nuk lën metodë pa përdorur për me të çfaros nga trojet tona arbrore, atëherë nëse e bëjmë punën, të mos forcohemi, të mos bëhemi ushtarekisht fortë, të bëhemi antare e NATO-s sa më shpejt që është e mundur, unë kam frikën, kam dron që po vazhdojmë të prodhojmë viktima. Jo të lindim fëmijë, po e them botërisht, nuk po lindim fëmijë, por po prodhojmë viktima. Sepse miliona shqiptarë na u kanë vrarë sidomos në këto 150 vjet të fundit, dhe plot prej tyre asnjë gjurmë të historisë së tyre nuk ekziston, sepse ne kanë fshi edhe atë histori të përgjakshme, historinë e kanë shkruar të tjerët, për herë të parë historinë e kemi bërë vetë dhe po e shkruajmë vetë. Pse? Sepse ndodhe një mrekulli e madhe, pas 6 shekujsh na lindi, na piku kushtimisht nga qielli, po them kushtimisht, një Skënderbej i dytë, një komandant legjendar dhe mjeshtar, i cili ishte aq i zoti, aq i aftë, një çlirimtar, një luftëtar emblematik, i cili ishte i zoti që të jap shembull edhe Evropës edhe botës përparimtare se si luftohet dhe vdiset për atë dhe. Shembull në historinë botërore, se si poshtrohet një shtet i 4 në Evropë për nga armatimi, një Adem Jashar me komplet familjen e tij, me lagjet Jashari, sepse aty kanë luftuar, të gjitha lagjet i kanë ndihmuar të madhet Adem Jashari dhe për 3 ditë dhe 3 net. Më shumë ju ka
kriju humbje. Komandanti legjendar Adem Jashari, Hamza Jashari, Baca Shaban, Osman Geci, të gjithë të tjerë, sepse aty ka luftu gjyshi, aty ka luftu baba, aty ka luftu nana, aty ka luftu bashkëshortja, aty ka luftu vllau, aty ka luftu nipi, aty ka luftu mesa. Ata nuk kanë vajtu, po kanë luftu deri në fishekun e fundit. Dhe rastësisht kanë mbijetu Besarta Jashari. Duke e pas këtë histori kaq të pasur, kaq unikate në historinë botërore, dhe me ta sjell Zoti ne Skënderbet II mas 6 shekujsh, dhe me harru kaq shpejt, në harron edhe Zoti, nuk guxojmë harru. Dhe prandaj po them, mos se harroni shqiptar gjithë këtë sakrificë të këtij populli të shëmvujtur, sepse nuk e meritojmë me prodhu viktima, sepse kemi numru vazhdimisht viktima, le të numrojnë edhe armiqtan, edhe poshtuesit tanë, e jo ne më. Se ka mundësi me harru ka shpejt luftën? Si ka mundësi... Qysh ka mundësi me harru ka shpejt gjithë kjo dhimbje, 16.000 orë masakra? Po, 16.000 orë. Edhe ato rregullisht e sati ja u shpërndane për rrjetet sociale, dhe prandaj, po them, krejt duke i pas parasysh këto, dhe me dhënë rëndësi kaq të madhe, trush për larjes së shqiptarëve, sepse po e sheh edhe vetë niveli i edukatës patriotike të shqiptarëve ka ra gati nxerr. Dhe të rritet një gjenerat, të rriten gjeneratat e reja pa asnjë frymëzim të atë dashurisë dhe të patriotizmit vërtet, por t'ju shpërlahet truri dhe të arrin deri në çat nivel sa shumë më interesant ju duket me najt kokë kërshpinës, të pi qaj rusi 3 herë në ditë, ja la të këshyr Big Brother të faqet e zeza, e serialet filmike të televizioneve tona komerciale që 25 vite rresht që ja u shpërlojnë trunin shqiptarëve, për mos me kujtu luftën e lavdishme qytetare, mos me ditë kush ka qenë Adem Jashari, za e poezitje mia dëshmor dhe dëshmorët tona, mos me u bas një film dokumentar nën Zahide Jasharit, nën Sala Jasharit, nën Aza Ibrahimajt, Gjevlla Drofcit, e Hyre Minit, e Antigona Fazliut, e Fatime e Temit, e plot heroinave, sepse sinqerisht po të thëmë nderuar shpëtim, nuk ka popull në historinë botërore që ka më shumë heroina se sa populli shqiptar në raport me numrin e popullatës që ka. Dhe tash imagjinoje, si është e mundur tash shtrohet pyetja, që 26 vite asnjë film dokumentar artistik nuk është bërë për to, për femrët shqiptare heroina. Nuk është bërë asnjë film dokumentar për të madhin Adem Jasharit, që sigurisht popujt e tjerë do t'i bënin më shumti, më pakti pas 16 filma deri tash, dhe sigurisht që çmimin Oscar do ta fitonin pas një dyshim. Si është e mundur që të mos ju ngritet asnjë shenjë qoftë e kësaj madhësie? 1432 fëmijëve tonë të vrarë deri më sot. Ai kanë rru pushtetet e qeverit që 7 herë që 25. Po, asë njërës prej tyre nuk i ka ranë men që me u ngrit obelisku 1432 fëmijëve të vrarë për balla aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari. Përmendore nuk jem të legendarin Prishtinë. Përmendore nuk jem të dy Ademave të papërsëritshëm në historinë botërore. As ketë Adem Jasharit, as ketë Adem Demasit. Dhe prandaj shtrohet pyetja, si është e mundur të jemi kaq vetvrasës? Ka trush për larë. Edhe duhet zgjidhje, duhet përgjigje, e dhimbshme kjo që po e them, por megjithatë ne nuk e kemi nërmen me u dalë, mos me u dërzu asnjëherë, por njerëz që kanë vlera duhet me u çmu edhe me u vlerësu institucionalisht. Sepse unë para 3 ditë kam marrë prej Parisit dhe prej Brukselit dhe kam bërë përpjekje titanike me regjisorin e drenicës heroike Robert Nuha, me i qu trupën artistike prej 30 vetash në Paris dhe në Bruxelles, me falenderu NATO-n, Francën, Belgjikën dhe përmes tyre dhe krejt Aleancën Veriatlantike në shenjë të 26 vjetorit të intervenimit NATO-s në Kosovë, sepse më 24 mars të hanën, saktësisht ishte që e shfaqëm atë projekt artistik me titull Pas luftës, kush jemi ne, dhe pas 2 dite, më 26 mars në Bruxelles, ku ishin prezent edhe ambasador tanë edhe të Shqipërisë edhe të Kosovës, edhe imagjinojeni tash anën tjetër të medaljes. Sa duhen shpenzime me pas një Nusret Plan si ideator dhe producent i asaj kryevepre që është sinqerisht pa modestisht kryevepre e shekullit. Nuk e kam thënë unë, por e kanë thënë edhe miqtan ndërkombëtar, njohës të asaj fushë, përkatësisht Gjermania Chantal Kollmajer është kryetare e festivalit ndërkombëtar të shfaqjeve artistike Dans Theater.
e cila ka qenë më 26 nëntor të vitit kalor prezent, ku kanë qenë 1500 vet, kur kemi bërë premierën e kësaj shfaqje. Shpëtim, ta jep besën që ajo shfaqje ka me qenë edhe ka me mbet mburrja dhe krenaria shqiptare. Sepse në formën më profesionale, më intelektuale, të përgatitet një shfaqje artistike e këtij kalibri, evropian dhe botëror, për një kohë kaq shpejt me 30 aktorë dhe aktore, të Tiranës, Shkupit dhe të Prishtinës, që merit ekskluzive e koreografit dhe regjisorit Robert Nuha, e kompozitorit Trimor Dhami, e dramaturgut Shpëtim Selmani, e producentit Ilir Bokshi, edhe kontribut i krejt kësaj trupe artistike që e kanë dhënë një shfaqje aq të dinjitetshme para publikut francez dhe belg, tash më 24 mars në Paris dhe më 26 mars në Bruxelles, saqë thjesht pritet që kjo shfaqje, kryevepër e shekullit 21 të shqiptarëve, të performohet në shtator të këtij viti në festivalin botëror të shfaqjeve artistike Dans Theater në Freiburg të Gjermanisë. Dhe pikërisht kryetari e këtij festivali, Chantal Kollmajer, e ka thënë botërisht që kjo vepër artistike e shqiptarëve është e kalibrit botëror. Sigurisht. Dhe na pret. Aktorët e kanë ndjekur sigurisht më shumë sepse është bërë fjalë për viktimat e danit vet. Për krahën morale edhe për ta shumë, dhe e cila do të shfaqet thash edhe në shtator, edhe në nëntor të këtij viti në New York, Dallas dhe Detroit, dhe e cila definitivisht do të mbetet mburrja dhe krenaria shqiptare, sepse përmes një kulture profesionale, përmes gjuhën e trupit që e demonstrojnë aktorët dhe aktoret tona, përmes një përmbajtje dramatike e pasqyrojnë vujtin 200 vjeçare të shqiptarëve, në veçanti regjisori dhe kompozitori Trimor Dhami janë fokusuar te vrasjet e fëmijëve, 1432 fëmijëve tonë, edhe te varrezat masive, por edhe te zhdukurit që janë thash edhe 1600 gati 70 sot në 26 vite më parë. Dhe duke i pas këta njerëz, kaq zot dhe kaq zonjet, djem dhe vajzat tonë që janë shqiponja me flatra, sinqerisht është mburri dhe krenari kombëtare, edhe të mos përkrahen as minimalisht, është dhimbje e madhe. Ne po gjejmë mënyra, forma alternative, por janë tepër të dhëmshme për Shpëtim. Tepër të dhëmshme. Shterrohen dikur. Është e vërtetë se po bëhemi monoton edhe vetë, se ne po dalim jashtë vetvetes, a din, edhe po themi që ja vlen, hajde edhe çit projekt, ja vlen me u sakrifiku, ja vlen edhe me lyp. Ka vali moment që kanë Po janë do momente që ndihesh keq, sepse e sheh që qindra miliona janë dhënë për shembull veç këtu 25 vitet e fundit, ja kanë paguar Mitrovic Severiut. 10.000 euro një puthje në shesh. Po, 10.000 euro një puthje për gjërat banale. Dhe qindra miliona ju kanë paguar serbëve në Mitrovic Severiut, dhe kanë pas dhe vazhdojnë ju pagu rryma fal. Dhe të mos gjendet një buxhet minimal për me përkrah një sat shale, një Nusrat Plane e disa të tjerë, sepse nuk jemi veç unë dhe Jesati, ka edhe plot të tjerë, por realisht është misioni jam dhe Jesatit. Jemi betuar që deri në frymën e fundit kemi me u mundue edhe dhimbjen e fundit, edhe vrasjen e fundit, dhunimin e fundit me qitë në dritë, sepse tek atëherë po shohim më të qetë në varrin tokës arbrore. Dhe e them edhe këtë, e përmendin në disa intervista të madhin Sami Frashëri, i cili decidivisht në librin e tij Shqipëria çka qenë ç'është dhe ç'do të bëhet, e thot ndër të tjera dhe kështu. Ai shqiptar që nuk ka dhënë asnjë pikë gjak për tokën e vet, që nuk e ka dhënë asnjë qindark për tokën e vet, ai nuk meriton edhe të varroset në të. Dhe prandaj ne po bëjmë përpjekje që ta meritojmë 2 metra vend dhe ta meritojmë dinjitetshëm, e jo të nënçmohemi, të mundohen të na poshtrojnë, se s'mund të na poshtrojnë askush, por thjesht mos përkrahja institucionale vret edhe dham shumë, sepse këto projekte tona janë gjigante, këto janë shumë të kushtueshme. Po tek këto nivou nuk janë t'juja, janë tonë, ka të vëut, kombit, historisë tonë, shumë e vërtetë. Gjenocid 16 mijë orë, ai ke pasat kaq të ortit
të masakrave, gjenocidit, dhunës, torturës. Domethënë sigurisht ti ke pa shumë material sa që mundesh me pasur në krizë. Shumë e vërtet, shumë herë kam thënë. Por zorat prej Zotit që ky softrano u disa. Shumë e prekshme që shepon gjumin ti. Shumë e vërtet. A ka diçka të re që ty të ka rënë dorë tash kohën e fundit dhe e ke pa? Ose ke ditë më herët që ekziston një lloj ose një masakër ose një vrasje ose një gjenocid. Po tash të ka rënë dorë si video, si material, si dokument. Po ka shumë, çdo ditë neve na kontaktojnë njerëzit. Na thonë tash është një rast ka mund Drenosit, se bjen granatën e familjes, edhe atë për fat keq shumica asoj familjes mbetet e vron nga granat, shton një grua martuar atë, edhe si ka vetë, cila ka 6 muaj, ka qenë djep, po ke gruaja që është e martuar thash shton, po e plagos në ran, edhe një prind aty e merr kamerën edhe e filmon ngjarjen komplet, edhe filmon atë gruan, domethënë, edhe asoj grus e merr domethënë atë çikën e vogël prej djepit e hiq, edhe ja qet nonës vet atë, atë çikën e vogël, për me shiju domethënë qumshtin e nonës vet për herë të fundit. Edhe në bazë 10 minutave, kur shihet në qëzim, domethënë aja non ndron jetë, edhe e hiq ky kamermoni e hiq atë çikën e vogël që ka ty e thjes qumshtin e nonës vet, ty kojt edhe qet ndjep prapë edhe e përkun. Domethënë që ai rasti që më ka prek më shumë ty është mu deri me sot. Po ka edhe raste të tjera më trona ka. Për shembull, ku kena qëndru në mal në mal Berishës, një familjes byty që tarllatit i bjen një granat në tendet ku ka ty nejt. Edhe domethënë ndron jetë një gru, një rast tjetër afër aty ku bjen një granat, një non domethënë ka djalin e vet 11 vjet e ka në dorë shtë, e mon bje granata domethënë jam my djalin e vet në dorë që ka, edhe ke nona dhe më pështen. Domethënë kemi më të filmuar atë. Domethënë janë të filmuar më krejt. Po ne kam filmuar dhe ja kam sjell juve këtë emision, nëse është mund të sjell domethënë Patjetër që kemi me shfaq. A mendon që ka hala raste të tilla që ju si keni? Ose si ka kërkosh në Kosovë, përveç njerëzve të caktuar që më pas familjarë vetë? Po qëzime, ka shumë që një pjesë e kamermonave domethënë janë ty pritan dhe që mos pja blen dikush domethënë ty në qëzime. Është masakra Mejes, ekziston domethënë bojnë qëzimin pas masakrës janë me numër më të madh në Kosovë, mbi 400 civil që janë vrarë të masakruar, ai qëzim ekziston. Masakra Mejes. Po Gjakovës, po për fat keq deri sot domethënë as nuk u publiku, as nuk i kalon individëve apo shtetit. A janë dikon këto materiale? Po i kanë individ. A presin për me bo biznes me to të kuma problemi? Me sigurisht. Sepse na deri me sot me provën sa këna grumbullu në shtetin domethënë i kena publiku dhe me mundësi tona i kena digitalizu, sepse askush na ka dhënë për shembull material digitalizuar. Na ka dhënë kaseta, vetë ky me mundësi vetë ato më kanë ndihmuar mua. Edhe kena bo digitalizimin dhe më privat, jo vetë sepse s'kena pas nga pajisje për me bo digitalizimin. Sigurisht. Kena marrë atë, i kena qitë në hard disk, për hard diskit në laptop, edhe i kena publiku. Edhe një pjesë më normal, kena dhe televizione, cilat i kanë publiku. A i keni ofru dëshmi mjaftueshëm avokatëve në gjykatën speciale? Po, i kena ofru me provën me në shtretin gjitha masakrat. Qysh ka mundësi një setë mos me lyp prokuroria këtë material për shembull? Tu për mbroj se duhet me kërku, është normale, po pse prokuroria jo? Psehi është i zërshëm edhe këti psehi me dhonë përgjigje, sepse vërtet është diçka e pa imagjinueshme, me qenë qaq indiferent, kaq gjakftat ndaj gjithi gjakut të erdhur lum, dhe kur i din adresat e njerëzve që i posedojnë dhe s'intereson kur, as qysh jetojnë ta njerëz, a kanë familje, a kanë rrogë, a qysh ja dalin, domethënë kur absolut s'ju intereson kjo që ne jem gjallë. Por ju ka interesue avokatëve ndërkombëtar, por edhe vendor, që është e vërteta, të burrave, të krerëve kryesor të UÇK-s që ndodhen në Hagë sa vite, padrejtësisht kanë ardhur te unë dhe te Sati, edhe ju kemi dhënë krejt materialit që i kanë kërkuar. Bilon pak jam shpreh skeptik përballë avokatit të
presidentit tha që Amerikanit, I cili më tha profesor, unë kam obligim me ditë edhe në çfarë kushte ruhen këto materiale. Thash mos I Amerikan, po të tregoj sepse këty në tjerëve hiç fare që besojmë. Sepse kemi një histori shumë të dhimbshme edhe me Evropën, e cila gjithmonë ka qenë dyftyrshë ndër shqiptarë dhe na ka trajtuar si qytetar të rendit dytë, dhe me vetë faktin që na I terrorizojnë dhe na I maltretojnë qytetarët tanë kryesor, edhe më tutje, nuk ju besojmë, por tek avokat amerikan thash me plot dëshirë po të tregoj edhe ku I ruaj dhe në çfarë kushte I ruaj, kështu që domethënë I tregova. Po I tregova vendin edhe thash me më dhonë besën që kjo është konfidenciale. Po tha, e di që është besër shqiptare dhe e ketë sigurt. Unë kam dëgjuar edhe më herët profesor që jem lëfos që materialet tua, librat tua, filmat tua ende s'jen dhanë fort si dëshmi në tribunalin e Hagës, nuk janë ekspozu. Tash po është e vërtetë se prej vitit 2002 unë kam vazhduar me deponu materialet që janë të parezistueshme, por nuk po I shoh që po I tregojnë avokatët. Thana deri në prill të vitit 2025 veç duhet të prezantojnë për seancat gjyqësore prej prillit tha do ta kenë fjalën mbrojtësit dhe ta jap fjalën tha që kanë me qenë të ekspozuar dhe kanë mu dhënë këto dëshmi që janë të shumta edhe të satit. A jeni në herë të rrezikum, ju të dy? Ose a nini, ka një moment ku nini të rrezikum edhe për jetë? Po, ne dim që presidenti I Serbisë ka njerë ju përmen kështu. Po, tash nëse janë dy emra që I ka citu publikisht, botërisht para media vendore dhe ndërkombëtare, presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić, janë në sërplane dhe satëshala. Dhe nuk di çka duhet më tepër me ndodh që institucionet tona me pas një kujdes minimal ndaj këtyre njerëzve, ndaj këtyre personaliteteve që janë pasuri kombëtare, pa modesti. A ka një moment, ose a mund të ketë një moment që keni mu lodhë, do më thonë keni mu lodhë dhe financiarisht, keni mu lodhë dhe moralisht, keni mu lodhë dhe fizikisht, edhe me thonë kësaj punë stop se na dhe I këto kemi pru tash leta merë institutit tash që është themelu, ose në organi ri që mu themelu, ju me nalë sepse është 25 vjetë, nuk janë 25 ditë, është kogja lodhshme. Ka momente, shpëtim. A ka momente ku thejnë, stop se zbanë mo. Aty para të kap në I krizë kështu, edhe kur dalin para syve 1432 fëmijë të vram, aty para ty, thëm, o Zot, mobilizohet. Me jep forcë magjike se nuk guxojmë me u dorëzua asona asesati, mobilizojmë se të dy jem prind. Ky ka 2 djem, unë I kam 2 vajza. Dhe qëta faleminderit gjithashtu. Dhe qëta 1432 fëmijë janë vajza dhe djem të mi, edhe të satit. Dhe si të tillë I trajtojmë. Njëherë më ka ndodhur që ashtu se 250 promovime I kam pas dhe I tash në krejt botën, domethënë është gati shembull pa shembull, të promovohen gjithë këto vepra për 25 vite. Njëherë më ka ndodhur I kam pas 100 sa kilogram libra terrori serb mbi shqiptar duke shku për në Suedi. Dhe mu deshke me ndrru aeroplanin në aeroportin e Vjenës, edhe u lodha qaq shumë fizikisht, sepse edhe barën e kisha të madhe, sa që për një moment, këtë se kam thonë kur këtë rafim, po për herë të parë po e shpalosi, edhe u lodha tepër edhe fizikisht edhe shpirtnisht edhe për një moment më doli gjuni prej vendit, shpëtim. Dhe më hanë gjuni I djathtë edhe nuk as kisha ndëgjuar ndonjëherë që mundet me të rrotullu kama komplet. Mu rrotullu kamba dhe thjesht një kërsiti diçka në gjuhë, qaq shumë sa që me kama vjerën. Edhe meta që thonë I kisha krejt edhe 10 minuta me nërru aeroplanin edhe me pas gjithat barë me vetë edhe dhimbje të madhe. Din ka pa ku I kres më qelë kepi dhimbtës. Kështu shanash as një shqiptar nuk e shesha. Din rastisht të se gati në çdo aeroport ke shqiptar, por në atë moment se shisha kërkon të njefshëm. Edhe veç kom këshyrë 1-2 herë se pash që s'është kërkon heq, e desha që mika aeroplani, atje më pret promovimin në Stockholm, më presi njerë se 2 muaj përpare I kisha njoftu dhe I kisha publiku lajmin, edhe për një moment më dha Zoti forcë edhe më dolin parasyve fëmijët e vramë. Edhe thash, shtrëngohu burr, thash se ata janë vra krejt edhe ajo dhimbje është. Unë edhe pa I kam ban me hec. Edhe pa I kam ban. Edhe veç I kam lëshu bagazhin me libra, edhe ja kam gjit me 2 durët, I kam mbyll syt në trak kështu, e ktheva kamshe. Krejt më kthyn të kundërt. Krap edhe në herë ka kërshit, me dhimbje të parezistueshme gati, e kam lëshu kamën poshtë, I kam dhënë zërë. Edhe pak, edhe ty shkuë që ashtu e nxana për 2 minuta, ndul para syve
Valmir Deliu me biberon, me cucull n'gojë, edhe sikur po më thatë mos të dorëzosh Nusret. Edhe si mi dorëzu asnjëherë. Bravo. Edhe s'kena më dorëzu. Bravo. E Saf, a ka një moment kur një është shumë i mërzitur? Do më thonë ti ndoshta je pe gjallëve që ki pa ma shumë ti gjenocid të këtij vendi. Do më thonë i ki pa gjithë të materiale, i ki arkivu, i ki digitalizu, edhe ka moment kur ti një është gati i dorëzuar kështu emocionalisht. Jo munal, po atë një film e pa të Hollywoodit, edhe din që është film dhe ka njerë të kap një farë emocioni, e le moti që ki po 16.000 orë gjenocid në Kosovë. Kom këshyrë në qizime, shambull, në qizime kom këshyrë mbi 1000 herë. Dhe sa herë kom këshyrë gjithë kom arrit me gjithë në të qizime diçka ma shumë. Mi 1000 herë? Po. Masakrën e Zbitit kom këshyrë për mi 1000 herë. Pse? Dhe çdo herë kom gjithë, kom arrit mu ka duk se kom po koratin. Kom arrit me po njerës masakruan që kam pos me hyra na për dur. Tani më ka bu mu me menu, më ka binë që tamam ata që kam bo të kemi në njerës dragirat ose tamam në kohë njerës që në me mision këty me bo gjenocid dhe masakra. Duke morë parasysh shembull në këtë Kosovën, kush ka pos dukat nona tona, motra tona kanë hik me dhun shteti serb, edhe e masakër kur krye domethënë kanë mbet dukati me hyrat i kanë mbet na për gishta atyre njerëzve dhe mu më ka binë tamam si këta janë tamam njerëz që e nërë me mision vetëm me bon gjenocid. Se këty një kanë linë të plumbat për shqiptarë. Ka inqizime, ka të ndryshme, që kur të shenë një herë tani normal që deshpruhet edhe e urrejnë paka shumë edhe institucionet, shtetin, kur të shenë që kanë duhe edhe që nuk o bo një herë ki pa masakrën e Izbicës. Po, e kom pa mbi 1000 herë. Po, në çdo herë kam problem me dëshmitarët të thoj masakrës, se ta pasojnë që këta kanë ekzekutu me plumba, në fakt për shkakun këtë këshyrë. Ata janë me mjetë të rralla, më Mjetë me sopata, me çekiç, me unë mos s'u bind më kërkosh që kanë qenë me plumba ata, sepse gjithë e kanë kryte e dëmtuar, kanë çoni, kanë trut jashtë, janë pa gishta, janë pa kom, janë pa sy, domethënë komplet janë kry, domethënë. Dhe nëse është plumbi dom nuk mundet me ta shkaktu qatë plagën, ka smole. E çdo herë dhe kam konflikte, kam probleme me ata dëshmitarë këtyne masakra dhe se janë ko traumatizuar atë kohë, se kanë ditë, edhe si kanë po këtë inqizime, po ko është masakra Govës Thasit për shembull, më shumë e rëndë, që për shkak po me trona dhe nuk e këna publiku, një publiku 5 minuta, a është një orë inqizimi, është masakra e Qokit, edhe e shumë e rëndë. Edhe e su publiku komplet për shkak po me trona, që nuk i lejon për shembull Facebooki. Ka inqizime, ka masakra e Koliqit, është në Prishtinë, është e Makosit, masakra e familjes Balaj këtu në Prishtinë, që është një familje komplet e djegun, në shtallë kafshëve. Po ka inqizime, ka shumë trona, po apet pa kësajna që kur ti këshirë të inqizime, edhe kur ti publikosh një pjesë kaq të madhe tyne edhe me ka populli kaq gjak ftoftë, domethënë mos i marr parasysh, edhe i ka lënë parasyve aty pomi edhe qysh s'kan kur fare ndjenje, shumë e rëndë. Sepse unë kur ti shikoj, më duket që vetë jam aty atin. Dhe normal bona nervoz me gru, bona nervoz me fëmijë. A do të thonë reflektohet tani kjo edhe në familje. Po se kam qenë me kojë qetë kur ti këshirin laptop, kam qenë mos më pengu kërkosh atin. Po. E çdo herë rrugna me gru me fëmijë dhe shkojnë në dhunë për shembull dal, ose i kopi fëmijën i gjuj, ose gruan. Do të thonë është një farë reagimi i Po, pas jena mirë psikikisht, në kryesën e nas profa, unë kam probleme me gjumë natën. A shkon te psikologu në herë I kërthas dhamë shumë, badin soj me flajt, gruaja që më tregon se nuk e di. A shkon te psikologu në Jo, herë? s'na ka asnjëherë. A trajtuosh në herë për Po për fat keq s'na kanë shkuar psikolog, s'na kanë kontaktuar deri me sot asnjëherë, sepse ata din gjendjen tonë. Sepse kushton që me shku te psikologi. A kine terapi që e përdorë, për shembull, dhënë për mjekut? Jo, terapi jo, s'm ka dhënë deset askush, s'm ka kontaktuar më, askush s'm ka ofruar ndihmë për shembull. Shpëtim është një fjalë në popull, atë dheu i han bitë vetë. Është fjalë e rëndë, kjo po më tje kemi dëgjuar edhe pastaj edhe në luftë më kujtoj edhe një fjalë tjetër, luftën e bëjnë idealistët, e bëjnë trimat, e shkryjnë batakgjit.
për fat keq pe shkryjnë batakgjit edhe në Kosovën tonë të dashur. S'ka mundësi në sret. Dhe që si ka mundësi. Deri në vitin 2008, deri në shpallin pavarësisë së Republikës Kosovës Dardane, kena mujt me fajsu jo në mikun, jo Leksin, jo se ata e kanë administru Kosovën. Pas vitit 2008, kërkon s'munësh me fajsu. Fajtorit jemi vetë ne, sepse deri më sot, as një ministri nuk e ka pas as kujdesin minimal që të arkivohet kjo histori e dhimbshme, e përgjakshme, barbare dhe mizore, dhe që nxënësit dhe studentët tonë të mësojnë mirë filli, kush janë këta heroj dhe heroina, që është e mundur që me sakrifiku vetën komandante legjendare Adem Jashari veti 59. E përmendore s'ka Alan Prishtinë. Përmendore s'ka Alan Prishtinë, që është e mundur që deputetët e Parlamentit të Republikës Kosovës, 90% prej tyre nuk e din asnjëri prej tyre sa vet i ka të vranë të familjes së ngushtë komandanti Adem legjendare Adem Jashari dhe familje legjendare Jashari. Që është e mundur të mos e din që në mesin e atyre njerëzve të sakrifikuar dhe të vetë flijuar janë 13 fëmijë. Që është e mundur që as komuna e Drënasit ende ndoshta nuk e din kushtimisht po them që familja Muqolli i ka të vranë 54 antar në mesin e tyre 24 fëmijë. Veç me i numrua shumë. Që është e mundur që shqiptarët përkatësisht nxënësit dhe studentët tanë prej 2008 e këndej, se Ministria e Arsimit veçanërisht dashur me pas këtë kujdes që me pas një literaturë të mjaftueshme për këtë luftë heroike, titanike, të pashembull në historinë botërore të shqiptarëve, sepse është lufta më e pastër në botë. Si është e mundur që në familjes Berisha të Suarekës t'i vritën 49 antar, 19 prej tyre fëmijë. Dhe kur të mos trajtohen këto tema nëpër universitetet tona dhe shkollat tona. Si është e mundur që mos me e ditë familjet tona, prind e shumë fëmijëve tonë, institucionet tona, që familja e Selatin Gërgjaliut është vrarë me gjithë grume 8 fëmijë dhe është zhduk familja. Dhe sot shtëpia e tij në studimet e Vushtrës ende nuk është shpallë shtëpi muze, sepse është vrarë vetëm se ka qenë logjistike UÇK-s. Selatin Gërgjaliu me 7 fëmijë, edhe një djalë vllavë të tij në Xhmedin ka qenë aty ka qellu, edhe është vrarë komplet me familje. Familja Vesa 5-6 fëmijë, plot familje ka që kanë ka 3-4 fëmijë të vranë. Dhe kurrësh nuk trajtohen këto tema në për debatet tona televizive. Domethënë, shumica e televizioneve tona, gati janë bërë me qindra radio e tjerë, janë treguar thjesht që në shpirt e kanë paran, domethënë nuk parën e kanë dinjitet, karakter. Dhe prandaj derisa të mos trajtohen dinjitetshëm këto tema dhe të mos ngritet niveli vedijes kombëtare prej fillimit të nxënësat tonë, tek studentët e tutje më lart, ne edhe më tutje kemi me utall me vdekjen e fëmijëve tonë. Çu s'ka mundësi të gjithë kjo masakër, na jena kogja indiferent si shoqëri kështu ndaj. Shpëtimon jemi prirur me i veçue do familje që kanë dhënë shumë gjak për këtë liri që po e gëzojmë sot dhe që detyrimisht moralisht obligohem t'i veçoj sepse është shembull i pashembull në historinë botërore që dikush të flijohet vetë 59 për këtë liri që po e gëzojmë dhe që po flasim në këtë studio kaq të bukur midis Prishtinës dhe të mos përmendet flijimi dhe sakrifica e komandant legjendare Adem Jashari që do të mulkon nga vendet, veti 59, që në mesin e tyre 13 fëmijë, si të mos përmenden familja Muqolli Poklekut të Dranicës heroike me 54 të flijuar, vrarë, në mesin e tyre 24 fëmijë, si të mos kujtohen familja Berisha Suarekës 49 vranë, 19 prej tyre fëmijë, si të mos kujtohet familja Gërgjaliu e studimës së Vushtrës, e Selatin Gërgjaliut me bashkëshorten i cili vra vetë i nanti, se 8 fëmijë kanë qenë, 7 të tij dhe një djalë ka qenë i vllajt të tij në Xhmedinit, edhe ai është ekzekutuar dhe sot shtëpia është shtëpi e zbrast dhe nuk trajtohet si shtëpi muze për fat keq dhe prandaj mos kujdesi që të mbeten të dokumentuara, të arkivuara, të materializuara në shenjë të kujtesës historike, gjithë këto flijime, gjithë këto vrasje, gjithë këto krime na ka pru deri këtu dhe kam dronë që është Kahna Mallkani dhe më tutje gjaku i miliona shqiptarëve të vramë, sidomos i këtyre të luftës së fundit, së fund shekullit 20, sepse thash të mos ju ngritet asnjë përmendore, 1432 fëmijëve është më shumë se mallkim. Dhe kur i shoh anën tjetër të medaljes,
imazhin tjetër të një fotografie të shëmtuar që midis Tiranës çdo vit ja kthejnë shpinën për të mos thënë diçka më shumë të madhit Gjergj Kastriotit, Skënderbeun, miliona shqiptar, kryeherojt tonë kombëtar, dhe krijohet një imazh aq negativ, aq i shëmtuar, aq i neveritshëm para Evropës dhe Amerikës që na kanë ndihmuar të çlirohemi pas 2 shekuj robërie. Kjo është e kapshme, është mallkim. Si është e mundur të shohat Nën Tereza, Shën Tereza, nobelistja shqiptare Gonxhe Bojaxhiu, pa fije turpi, në për rrjetet sociale, në për TikToka, në për Facebooka, edhe të mos jap askush përgjegjësi. Si është e mundur më të ketë asnjë shqiptari që e shon edhe komandantë legjendare dhe mjashari, dhe pa fije marrë, punojnë, veprojnë, jetojnë, gjallënojnë, edhe të shonë publikisht me nanë, me babë, me krejt, Facebookën, TikTokën, rrjetet sociale, kurrës, përgjithësi askush nuk jep. Dhe prandaj nuk është rastet që jemi ku jemi dhe kemi punë shumë keq. A mendon që duhet me pas një ligj për mbrojtje të vlerave? Lutem shumë. Derisa të mos ekzistojnë ligjet për mbrojtjen e vlerave, edhe për mbrojtjen e autorësisë, ne shumë keq do t'i kemi punë edhe me tutje. Sepse një emri nuk më kujtohet e një publicisti francez, thotë Facebooku nuk më pëlqen vetëm për një arsye të thjeshtë, sepse i është dhënë mundësia të shprehet çdo idiot në te. Tash ka plot që si herojët Facebookave që e shajnë sa të shalen, e shajnë nëse të planën. Pse punë tona, veprimtaria jonë, pse do të më shoh, jo ju që jeni këtu, po një invalid luftës, një veteran të luftës, një pjesëtar të UÇK-s, pse do të më shoh për shembull ai? Cili ku është mlefi, ku është ai shqetësimi shpirtëror i njerëzve tonë që flasim me pesmim më të madh për disa njerëz që ndoshta kanë dhënë gjymtyr, kanë dhënë gjak, kanë dhënë antar familjes, na jemi, okay, ka dhënë rregullisht pas një respekt. Po, shumë vërtet. Unë jo rrallëherë kujtoj pas luftën në Kosovë, përkatësisht përfundimin e asaj lufte gjenocidale qershorit 99 dhe pastaj vazhdimin e një jetë përpjekjet për ta bërë një jetë normale, për ta institucionalizuar shtetin e Kosovës e tjerë, sigurisht kujtohet edhe aty se nuk është çaqëri mos me të kujtuar që ka qenë shembull sui generis në historinë botërore që ata që kanë derdhë gjak, ata që kanë sakrifikuar nuk janë votuar pas luftës, por janë votuar ata që kanë ikë, ata që kanë kthy shpinën në Kosovës, dhe jo ata që janë për gjak, dhe jo ata që kanë lënë pjesë të trupit atë dheut të vet. Domethënë të kujtohen ato parollat, ato sloganet kur invalidët e luftës sonë qëllimtare shkruanin atje natën e pastaj ditën i lexonim ne mos të qoftë halal plaga i me gjaku im. Të kujtohen sigurisht ato mallkimet e tyre. Dhe ai mallkim edhe me tutje po na ndjek që 25-60 vite, sepse nuk është rastit që 25-60 vite rresht mos më na lanë shaj hiç neve ajo periudhë për gjak. Ndonjëherë se na si shoqni, jo nashta dhe sot vritet luftëtari i lirisë. Nuk i dojnë çlimtar për shembull. Po, u vra dje hiç më larg polici, luftëtari i lirisë, ushtrisë lindore të Kosovës para derës shtëpisë. Pa ka bërë mallkim më i madh se sa kur vritet luftëtari i lirisë. Nuk ka. Dhe prandaj nuk po na lëshon me ecë përpara ky mallkim i njerëzve që kanë dhënë kaq shumë për vendin tonë. Dhe prandaj duhet të kthjellemi, të ndërgjegjësohemi. As na mallkojnë plagët e tyre, vetvrasja e tyre, na mallkojnë o burrat dhëut, na mallkojnë edhe shumë. Siç na mallkon edhe gjaku i gjithë këtyre fëmijëve të vram, që nuk qenë të kujdesshëm në shaj me u vukun. Prej 30 komunave të Kosovës sonë të dashur, 29 komuna sa ka mujt ka vrarë Serbia fëmijë. Ata nuk janë vrarë për një ditë, nuk janë vrarë me 2 bomba, me 3 bomba, po janë vrarë prej vitit 1981 deri në vitin 1999 kur pa unal. Krejt kjo është mallkim nëse vazhdojmë t'i harrojmë gjithë këtë. A keni menduar herë çysh i shkon ky vend pa luftën e UÇK-s? Pa masakrat që kanë ndodhur në Kosovë, pa këta fëmijë që janë të vrarë, të masakruar, djegur, çysh i shkon ky vend i stret? Edhe sot. Definitivisht kishte me u përsërit Toplica e dytë. San Gjaku i Nishit, i cili sot e kësaj dite është i bërë rrafsh me tokë. 714 fshatra shqiptare i ke rrafsh me tokë. Asnjë gjurmë me etnitetet shqiptare nuk ndodhet më atje. Domethënë ti kanë vrarë me qindra mija ti kanë
për zonë për Turqi, një 5% për tyre kanë me se s'kanë mujt me ik, i kanë serbizu, dhe sot vetëm emrat janë për ngushëllim, emrat e fshatrave shqiptare, se asnjë gjurmë nuk e ke. Po të mos ishte ushtria jonë e lavdishme, ushtria më e pastër në historinë botërore të shqiptarëve, në krye me komandantin legjendare Adem Jashari, cila pat aftësi dhe zotësi të bëhet edhe ushtri toksore e NATO-s, një mrekulli që nuk ka ndodhur në historitë e njerëzimit, po të mos ishte Amerika dhe NATO-ja, po të mos ishte gjaku i derdhur lomi këtyre djemve dhe vajzave tona më të mira, kurrës liri shqiptarët me sy s'kishin pa. Sepse boll jemi mundu një 10 vjet, të vajtue me konferenca për shtyp, të i tregu botës, po na vrojnë, po na helmojnë, po na dëbojnë, po na ekzekutojnë pa gjyqje e tjerë, as një përpjekje e tillë nuk bëri punë, por bën punë plumbat e të madhit Adem Jasharit, të madhit Zahir Pajaziti dhe të gjithë dëshmorëve të cilët sakrifikuan gjithçka që ne sot ta gëzojmë lirinë e nesër pas nesër dhash Zotit të kthjellemi dhe ta gëzojmë bashkimin e trojave shqiptare që është amanet i miliona shqiptarëve dora. E tash një pjesë të gjykohet në Hag, domethënë edhe një pjesë tjetër i kena pa në për komente i do atrokosin nuk ka parë. Domethënë edhe gjykimit të ushtarëve të lirisë, në këtë rast kremët të UÇK-s që janë Hag padrejtisht, e kemi farë dashnie ka pak kështu që mi burgos, me i mojt hala, me javëdhon ka 20 vjet borg, ka 10 vjet borg, ata nuk po gjykohen si individ, po gjykohet kretu UÇK-ja, se po quhet organizat e përbashkë kriminale. Pse gjithë ky hala domethënë është një farë mlefi, një farë mos respekti ndaj luftës. E sa pse po na ndodh që kjo? Pse jemi në këtë pikë? Atë kujtohet shpëtimi nderuar vite më parë kur e kemi pas një intervistë, jo në këtë studio, por Po më kujtohet shumë mirë. thjesht ka qenë para 3-4 vitesh mos gabofsha, pak para se të shkonin, para se gjykata speciale. fillonin arrestimet e tyre, e pa të thënë botërisht që ata shqiptarë të cilët i gëzohen burgosjes së çlirimtarëve me ua bër ADN 100% nuk dalin shqiptarë. Dhe për fatin ton të keq edhe ashtu po ndodh, sepse më kujtohet në përfundimin e luftës u takova me profesorin tim nderuar që kam pas edhe në gjimnaz profesor, pastaj edhe kam pas magjistruar te akademik profesor doktor Akif Bajrami, që është një legjendë gjallë, edhe më pa të thonë decidivisht kështu, tha Nusret, tha mburrem që të kam pas në zonë sepse e ke bërë gatin kësaj lirie siç të ka hije, por mos u zhgënje, po të thot profa, sepse unë vazhdoj të mbetem i zhgënjur, por ti mos u dëshpëro se kemi u zhgënjur sigurisht edhe me një fakt tjetër, me cilin profesor tha e kam bërë një farë matematike të thjeshtë. 17-18.000, 20.000 ushtarë të lirisë e kanë kap pushkën dhe ushtarët të lirisë me i dalë balë kësaj kulqedre, kësaj barbarie dhe mizorie të Karpateve, me çliru këtë vend pas 2 shekush robërie. Tha, thuhet që diku 25 milion, 30 milion shqiptarë janë në krejt botën, edhe vërtet që ashtu është. E bona tha një matematikë të thjeshtë. Më delke rezultati ky. Një lagje e vogël e një komune të Kosovës e ka kap pushkën me çliru këtë vend nga pushtimi i saj gati 2 shekullar. Që do të thot, tha, sipas me më del profesor i nderuar nëse tha që më shumë se 30% sipas logjikës time shqiptar të pastër nuk ka në Kosovë. Thash profesor Erana kjo pak tepër. Tha, ma e në mend këtë që po thot profesor Akif Bajrami. 70% tha po më dalin gjak i prishur. Pro Jugoslav, nostalgjin e atij sistemi pushtues edhe më tutje vazhdojnë ta kenë gjak. Dhe vetë reagimi i këtyre njerëzve në rrjetet sociale, i këtyre herojeve të Facebookave, e të faqeve të zeza, pa fije turpi, pa fije marrë, moqu, me i sha, me nan, me bab, ata që të kanë çliru pas 2 shekush robërie, kjo është ma shumë se kapshme, shpëtimin nderuar. Kjo është vërtet mallkim. Dhe prandaj edhe që ky 30%, nëse vërtet është që ashtu, po uraj të jetë numri më i madh se ky, duhen të kthjellohen, të ndërgjegjësohen, të jenë më të përgjegjshëm ndaj kësaj kategorie të shajt që kanë derë gjak aq shumë. Pse? Sepse dorën zemër 0.1% s'del më shumë që kanë marrë pjesë në luftën çlirimtare.
edhe një 20%, 30% që në kanë përkraha që s'kan ikë, heq po kanë bet në për malin, në për proje, në për kodra me neve, edhe gurbeqarët e shkret që jenë ardhi kanë lanë edhe gjakun, edhe paren, edhe krejt, domethënë janë dikun një 30% që jenë qumë kam i madhe i vogël me ndihmu që kës, edhe në fund u qlirum, edhe me NATO dhe Amerikën, se përbes me qëta që jenë ikë, edhe themrat mas qafe, edhe nuk e kanë dhanë as një qindark, edhe nuk e kanë dhanë asnjë pikë gjak, për që të liri që po e gëzojnë. Edhe që në shajnë. Ha? Edhe që në shajnë. Edhe që në të shajnë, absolutisht nuk është edhe për të befasuar, sepse as thonin e vogël, e të gishtit vogël nuk e kanë sakrifiku për këtë liri që po e gëzojnë. Dhe prandaj e kemi vështirë edhe ne të tjerët, që ajo pjesa sakrifikuese me u përballë me këtë numër kaq të madh të njerëzve, kaq të pa ndërgjegjshëm, sepse nëse vazhdojnë të jenë kaq gjakftat ndaj këtyre njerëzve që u kanë dhuru lirin, ne edhe më tutje do t'i kemi punë të keq dhe do t'na mallkojë historia. Faleminderit shumë Nusret, edhe sa sonte i pata dy mysafirë që për një me janë të e boni punë të mrekullueshme si kërkush tjetër, dy grumbullues të fakteve më barbare që i ka lënë Serbia këtu, tu fillu prej masakrave e gjenocidit e gjithçka tjetër që është bën këtë vend. Zi e mazi këta dy burra po i arkivojnë e na si shoqni edhe si institucione ju kemi bërç. Po hiç jo institucionet, shoqënia besoj që nuk kam ju lënë juve me nal këtë punë. Sidomos diaspora edhe gurbeqarët tonë edhe kompanitë e mëdha që janë këtë vend edhe jashtë i vendi. Unë i bajthiri prej këtu që këta dy burra me u ndihmu, se janë të e boni punë të mrekullueshme që kam ju dashur historisë dhe brezav që vinë në këtë vend. Faleminderit shumë që ishit me ne ju të dy, e u pafshim në tjera emisione, në tjera takime. Ishte kënaqësi për mua. Faleminderit. Edhe unë prej këtu ju falenderoj për punën që e bani të palodhshme tash 25 vite. Respekti me njohje për jetë. Kam frikën që i kam hip pak në hak e Satit, që kam folë ma shumë dhe prandaj i kërkoj falje. Vetë prezenca e Satit është historinë vetë, na kena intervistu shpesh herë Satin me Sahar që na e kemi thirr u kon pjesë e këtij emisioni. E Sati është një arkiv dhe një arkiv që hec, domthonë një arkiv gjallë që ka fakte që e thash edhe më herët këtë punë që e ka bëu Sati bashkë me Nusretin. Ju sigurisht ka marrë një moment që s'kemi më konë asnjën këtë vend, në këtë tokë, kemi më konë në tokë, po ndryshe, e këto fakte që e keni bëj ju, e keni grumbullu ju, kanë më dash brezave historisë të lavdishme të këtij populli. Kështu që prezenca e Satit është historinë veti, sigurisht edhe e Nusretit që e keni bënë punë të mrekullueshme si asnjë qytetar tjetër i pas luftës. Kështu që bravo ju kuft. Respekt. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shihemi në pjesë tjera.